Sfida din t'i bashkojnë njerëzit, por edhe t'i bëjnë ata të ngritin zërin për miqtë e tyre. I tillë ka qenë Mark Pietra nga Gjakova, i cili humbi shikimin qysh në moshën 8 vjeçare. Ndonse fëmijërinë e kujton plot sfida për t'u përshtatur shoqërisë, ai gjeti forcë për t'u kthyer në inspirim për të tjerët. Për gjatë kohës sa isha në shkollën speciale për të verbër, jo një herë, po me 10 herë, më ka shkuar ndërmend që duhet ta përfundojmë dhe t'i tek familja, me qenë se unë as edhe një herë të vetëm, as një ditë nuk kam jetuar pa familjen. Por me qenë se fati ja ta sjell që t'jesh person i verbër dhe detyrimisht duhet që të sfidohesh. Kjo jetë është sfidë në përgjithësi, por fal familjes unë e kam arrit edhe motivi që ata ma kanë dhënë çdo herë dhe çdo ditë duke më telefonuar dhe duke më bindur që është e vetmja zgjidhje. Kur vlerësoi se u ngrit mjaftueshëm profesionalisht, Pietra i vendosi të udhëheq atë që gjersa arritej e kishte bërë të ndihej i përshtatur, shoqatën e të verbërve në Gjakovë. Me mua në krye të shoqatës së Gjakovës, nga viti 2021, as edhe një antar i vetëm nuk ka paguar as edhe një cent të vetëm pagesë antarësie, me qenë se unë e kam në mendjen time që personit e verbët të cilën e kam pjesë të organizatës, në asnjë formë mos ta shikoj mundësinë që t'ja marr as edhe një cent për organizatë, po t'ja krijoj ato mundësi dhe të mundona që t'ju ndihmoj dhe që këta persona të jenë plotësisht të barabartë. Çka kemi bërë ne si organizatë? Personat e verbët që janë pjesë e shoqatës së Gjakovës janë të parë në Republikën e Kosovës, të cilët janë pajisë me pajisje shëndetësore akustike në gjuhën shqipe. Shëndeti në radhë të parë. Çdo herë ka qenë për ne, por edhe për organizatën si mision. Përpos angazhimit në shoqatë dhe punës në një kompani private që operon në Kosovë, Pietra ishte angazhuar vullnetarisht në 10 aktivitetesh për personat e verbër. Duke treguar qartë se mungesa e shikimit nuk i pengoi të përmbush dëshirat e tij, ai përcjell një mesazh tek shoqëria si shtylla kryesore e integrimit tek personat e verbër. Unë i them prindve të tyre që atë fëmijë ta trajtojnë si të gjithë fëmijët e tjerë, me atë fëmijë të punojnë shumë, ta sjellin në organizatë, bëhet pjesë e trajnimeve, të regjistrojnë në shkollën e të verbërve në PEI ose në secilën shkollë tjetër të rregullt, por padyshim që në shkollat të rregullta do të jetë më sfidë, por në rast që familja e mbështes, padyshim që ai fëmijë do të jetë krejtësisht i barabartë, do të ketë suksese të panumërta për gjatë jetës së tij. Mesazhi im për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës është që qytetarët me nevoja të veçanta t'i konsiderojmë krejtësisht të barabartë në shoqëri. Nga një fëmijë që u përball me gjithë ato vështirësi, Mark Pietra është shembulli se sfida din të sjellin edhe gjëra të mira, fal punës e qasjes pozitive ndaj po atyre sfidave të jetës.